Përshëndetje dhe sot po përgatisim një recetë të shpejtë, të lehtë dhe të përshtatshme. Në tigan hedhim pak vaj. Mandej marrim mushkri pule, zemra pule edhe vazhdojmë i kavardisim. Sot po përgatisim edhe një mëngjes tepër të mirë të shëshëm të shpejtë, por që ja vlen me provu për familjen. Vazhdojmë mushkrit e pulës i kavardisim mirë. Unë kam shtuar vetëm vaj edhe shtoj pak kryp. Shtojmë kryp, pra ju do ta kontrolloni kripën sipas shijes suaj. Vazhdojmë tash kështu i kavardisim fillimisht, por do t'i përzim kohë pas kohe derisa të kavardisen mirë. Në anën tjetër kam shtuar vezë, edhe do të vazhdoj edhe do të ziej për mëngjesin e sotëm edhe vezë. Tash po presim edhe ngadal këto po kavardisem, po e shikoni. Shtoj edhe pak vaj pasi që ka fillu të shteret. Dhe kështu pra, në anën tjetër po ziejmë vezët, në këtë pjesën tjetër po e kavardisim edhe mushkrit. Mushkrive përpost kripës, pra nuk ju hedhi asgjë tjetër. Tash këto vezët për pak minuta do t'i kemi gati. Dhe kështu, pasi të zihen vezët, vazhdojmë përgatisim edhe një recetë tjetër. Në tigan shtojmë pak vaj, 2 speca, jeshil, vazhdojmë edhe specat i kavardisim ngadal, edhe mishin nga pak e përzim. Pasi specat janë kavardisur mirë, po e shikoni që kanë fillu pak me marrë ngjyrë. Tash vazhdojmë edhe shtojmë përbërësit e tjerë. Mishin, mushkrit e pulës janë gati, janë kavardis, i kam lanë që të skuqen mjaftueshëm mirë, edhe ju garantoj që shijojnë shumë nëse i përgatitni në këtë mënyrë. Në anën tjetër, tash specat veçmë janë fërguar, janë zbut, edhe këtu marrim 1 deri në 2 domate, pra të cilët i kam prerë, ja kam larguar edhe lëvorën, edhe tash e shtojmë këtu tek specat. Shtojmë pak kryp. Edhe kjo është një fërgesë që ja vlen me provu, speca me domate bëhet shumë e mirë e shishme, provoni recetën sepse ja vlen. Vazhdojmë tash edhe domatet së bashku me specat i kavardisem. Në anën tjetër i kam përgati edhe 2 vezë. Tash kur kanë fillu me u zbut domatet, i shtypim nga pak me lugë. Nëse ka nevojë për vaj, i shtoni pra gjatë fërgimit. Edhe tash kjo është gati. Vazhdojmë i rrahim vezët. 2 vezë i hedhim tek specat edhe domatet. Edhe shumë shpejt kjo fërgesë do t'jetë gati. Pra vazhdoj me përzim derisa të kavardiset mirë veza. Tash pra fërgesën e kemi gati, mushkrit i kemi gati, vezët janë gati, çdo gjë është gati. Tash mjafton vetëm t'i servojmë edhe të vazhdojmë t'i provojmë recetat. Përgatitni këtë recetë sepse ja vlen. Tash çdo gjë e kemi shtruar në tavolinë, mëngjesin për sot e kemi gati. Është një mëngjes i shijshëm, provoni sepse ja vlen. Mund ta shoqëroni me pak djath edhe pak domate të freskëta, kastraveca e kështu me radhë sipas shijes suaj. Çdo gjë është gati dhe unë ju garantoj për shijen e këtyre recetave. Provoni sepse ja vlen. Nëse e provoni, ju bëftë mirë. Mirëmbëçi deri në recetën tjetër të radhës.